83 vota i kemi, po as i kemi përdorur dhe as do i përdorim për të koncentruar pushtet. Do t'i përdorim për të vazhduar të bëjmë shtetin evropian të shqiptarëve. Dhe shteti evropian i shqiptarëve bëhet duke kryer të gjitha reformat dhe duke bërë të gjitha detyrat që na çojnë në Bashkimin Evropian. Nuk duhet lejuar të influencojë asnjë nga mbështetësit tanë, asnjë nga ata që na e besuan votën në 11 mars, sepse ne për asnjë arsye nuk e tradhtojmë dhe nuk e kemi tradhtuar në asnjë aspekt atë vot. Nuk e kemi marrë atë vot për të kthyer mbrapsht reformën në drejtësi dhe reformën në drejtësi do e çojmë deri në fund. Ne kemi patjetër problem në korrupsionin, por kemi luftë me korrupsionin njëkohësisht, sepse kemi nga një anë një drejtësi të pavarur dhe nga ana tjetër kemi bërë një sër reformash. Nuk shkojnë bashkë rritja e korrupsionit me rritjen e ekonomisë. Nuk ndodh.